Bismillahirrahmanirrahim. Shpeshherë ndodh që në bashkëbisedimet të ndryshme me njerëz të ndryshëm, dikush të thotë që i kam bërë një të mirë, por as faleminderit nuk më ka thënë. Dikush të thotë, ju a kam bërë këtë të mirë komunitetit, as një certifikat mirënjohje nuk më kanë dhënë. E dikush të thotë në këtë lloj diskursi që e prish njetin e mirë që njeriu ka me Zotin e tij. Hazreti Zubair ibn al-Awwam, sahabiu i dashtun, radiallahu anhu, thoshte, nëse ke mundësi të fshehësh disa prej veprave tuaja të mira, bëje atë, duke bashkë drejt ruajtjes së ekuilibrit që njeriu duhet të ketë me Zotin e gjithësisë kur vepron diçka për hir të tij. Gjithmonë na kanë mësuar që të mirën, kur ta bëjmë, mos të pretendojmë, as mos të presim nga askush në botë që të na falenderojë. Madje disa prej mësuesve tanë dhe edukatorëve të shquar e kanë konsideruar falenderimin dhe mirënjohjen që njerëzit mund të shfaqin për ndonjë të mirë që ne ju bëjmë, e kanë konsideruar si prishje të njetit të tyre. E kanë konsideruar si rrezik për zhdukjen e shpërblimit dhe fshirjen e shpërblimit për atë vepër të mirë të bërë. Kam lexuar në historinë e dietarëve të shquar të shekujve të kaluar që thonë se përkufizimi i adhurimit është përpjekja e njeriut për të zbrazur zemrën nga dëshira për të dukur përpara njerëzve dhe pastrimi i saj nga çdo gjë pos Allahut të madhruar. Që do të thotë se ne jemi të ftuar në Islam që të mirën që e bëjmë, që të mirën që e veprojmë, ta llogarisim në marrëdhënie të drejtë për drejtë me Zotin e gjithësisë. Tamam siç urdhon në Kur'anin famulart, thuaj, ne ju ushqejmë dhe ju japim për të pi për hir të Allahut. Nuk duam për jush as falënderime dhe as mirënjohje. Prandaj të dashur dhe të shtrenjtë, ai që e ka një jetë të mirë me Zotin e gjithësisë, le ta ruaj atë si sytë e ballit dhe të përpiqet që asgjë dhe askush mos të hyjë për t'ia prish njetin e tij. Jo më kot, Imam Ibnul Jauzi thotë kështu: kur njeriu kthehet me vështrimet e tija drejt falënderimeve dhe mirënjohjes së njerëzve, në atë moment shirku ka vërshuar drejt njetit. Në atë moment shirku ka vërshuar drejt njetit. Që do thotë se nëse diçka ke bërë për hir të Allahut Azza wa Jall, mos prish që njerëzit më të thanë një fjalë një tjetër, me e vlerësua apo jo. Sepse në momentin që ti sillesh nga fjalët e hallkut, në atë moment gjurmët e shirkut e hijet e tij të kanë kaplu njetin tanë dhe e kanë prish atë. Jo më kot, në folklorin tonë dhe trashëgiminë tonë kombëtare, ka një fjalë të madhe që buron nga këto mësime të pastra të Islamit. Bëje të mirën edhe hidhe në det, po se pa peshku e sheh Zoti vet. Allahu ju dashur.